Kryetari i lidhjes së sindikatave të mashininisë Slobodan Trendafilov thotë se standardi i punëtorëve në vitin 2025 është i pamjaftueshëm, ndërsa pagat janë në nivel shumë të ulët dhe mungon dialogu social. Në një intervistë për Radio Europa e Lirë, ai thotë se rritja ligjore prej 1.500 deri 2.000 denarësh është e turpshme dhe pamjaftueshme. Trendafilov paralajmëron protesta dhe greva nëse paga minimale nuk rritet në të paktën 600 euro nga janari. No, verjetno se vodele od. Një anketë me 1.600 të anketuar tregoi se paga minimale prej 500 eurosh tashmë është ngrënë nga inflacioni dhe nuk mjafton për nevojat bazë. Punëtorët mendojnë se ajo duhet të jetë mes 600 dhe 700 eurove. Të dhënat nga institucionet shtetërore tregojnë se pas rritjes së pagës minimale në vitin 2022, numri i kompanive të reja është 2 fish më i madh se i atyre të mbyllura dhe punësimi është rritur. Fitimi që punëtorët gjenerojnë me produktivitetin e tyre është nga 5 deri në 10.000 euro neto në vit për punëdhënësit. 73% të punësuarve marrin pagën nën mesatare, ndërsa mbi mesataren janë vetëm funksionarët me paga 2 deri në 2.500 euro. Ai shton se punëtorët e Republikës së Mashinisë së Veriut janë shumë produktiv, por paguhen shumë më pak se në vendet e rajonit. Kryetari i lidhjes së sindikatave paralajmëron edhe rikthimin e pagës në zarf, duke theksuar se qindra miliona euro në vit shmangen nga pagesa e kontributeve. 33% e punëtorëve marrin zyrtarisht nën 500 euro, por në realitet marrin më shumë në dorë pa u paguar kontributet. Analizat tregojnë se rreth 250 milion euro në vit nuk paguhen si kontribute, ndërsa parat u jepen punëtorëve në dorë. Prandaj kërkojmë rritje të pagës minimale mbi të cilën do të paguhen kontributet. LSM kundërshton metodologjinë e re të qeverisë për shportën mesatare të konsumit, duke theksuar se ajo nuk e pasqyron realisht nevojat e familjeve. Sipas sindikatës, shporta minimale prej 65.000 denarësh nuk mjafton për një familje 4 anëtarëse dhe vlera reale duhet të jetë mbi 100.000 denar. Qeveria akuzohet për manipulim të shifrave, duke përfshirë produkte luksoze dhe ekzotike që punëtorët nuk mund t'i përballojnë. Qëllimi sipas LSM-s është të krijohet përshtypja se jetohet mirë në vendet që të pranohet se pagat janë të ulta dhe duhet të rriten urgjentisht.